Epidemiologu pranë Institutit të Shëndetit Publik, Artan Simaku, deklaroi se nuk ka asnjë shpërthim aktiv të fruthit në vend. Në një video mesazh të shpërndar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Simaku tha se bazuar në të dhënat e survejancës epidemiologjike në vend, nuk ka raste pozitive me fruth në vend dhe as shpërthime në institucionet shkollore dhe parashkollore publike dhe ato private. Bazuar në të dhënat e survejancës epidemiologjike në vend, nuk kemi raste pozitive me fruth momentalisht dhe nuk ka as shpërthime qoftë në institucionet parashkollore dhe shkollore publike, qoftë edhe në ato private. Pra nuk ka vend fare për panik për prindërit dhe për të gjithë shoqërinë. Në vitin 2024, Shqipëria u certifikua nga Organizata Botërore e Shëndetësisë që e ka eliminuar fruthin në vend. Rastet sporadike që mund të evidentohen menaxhohen me gjurmim të shpejtë të kontakteve, izolimin dhe vaksinimin e tyre dhe sipas protokolleve shëndetësore. Është shumë e rëndësishme për prindërit dhe fëmijët vegjël që të vaksinojnë në kohë fëmijët sipas kalendarit të vaksinimit për parandalimin e rasteve pozitive me fruth në të ardhmen. Në fund, Simaku përsëriti apelin për prindërit me fëmijë të vegjël që të vaksinojnë në kohë fëmijët e tyre, sipas kalendarit të vaksinimit për parandalimin e rasteve pozitive me fruth në të ardhmen.